antarësimin e Shqipërisë në NATO dhe liberalizimin e vizave, si ndjeni kur kundërshtari politik ju akuzon se do të bllokoni procesin e integrimit evropian në rast se ka një rotacion pushteti në 11 maj? Ata që e quajtën Edi Ramën meme e gjallë, ata i gjetën më të bukurën, më të mirin emërtim që ka. Ai është bërë famoz për trillime dhe mashtrime që te i kalojnë çdo lloj limiti. Partia Demokratike nga 92 gjersot është faktuar lokomotiva e të gjitha proceseve integruese. Këshilli i Europës, marrëveshje stabilizim asocimit, heqjen e vizave, rekomandimin e statusit kandidat nga Komisioni Evropian, antarësimin e Shqipërisë në NATO. Të thotë Edi Rama çfarë ka në 12 vite përveç hapjes pasi e vonoi me vite tëra të procesit negociatave, e cila është sine qua non se merr status e kandidatit, që nuk plotësonte asnjë kusht, dhe u hapen për shkaqe gjeostrategjike, se u mbajtën pezull 4 vite, dhe u pa që ky nuk respekton asgjë. U hapen për shkaqe gjeostrategjike. Ndaj dhe ai mision do të përmbushet nga Partia Demokratike dhe i siguroj shqiptarët se po me atë seriozitet, transparencë dhe vendosmëri që ne realizuam momentet madhore të integrimit europian dhe euroatlantik të Shqipërisë, po me atë seriozitet do të finalizojmë negociatat me Bashkimin Evropian dhe antarësimin e plot të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por tërësisht të bazuar në meritën. Merit-based. Ky është interesi shqiptarëve. Ju falenderoj.